Një njoftimi i Agjencisë për Media dhe Informim ftoi mediat që këtë të hënë të ndiqnin konferencën për shtyp të kryeministrit Rama dhe drejtoreshës së përgjithshme të Agjencisë së Prokurimit Publik, Reida Kashta, mbi reformat në kuadër të modernizimit të sistemit të prokurimit publik, si dhe ecurinë e procesit të negociatave për kapitullin 5. Ndonse u thirr si një aktivitet me fokus transparencën në sektorin e prokurimeve publike, vetëm 3 prej mediave të pranuara ju dha e drejta për të adresuar pyetja. Akoma edhe më flagrant është fakti se kufizimi i të drejtës për të pyetur u komunikua nga vetë kreu i qeverisë pa dhënë asnjë shpjegim mbi censurimin e konferencës. Jemi këtu për 3 pyetje, vetëm 3, se nuk kemi konferencë të fundvitit. Po. Fillimisht, kryeministri u prezantua si i hapur për pyetje, por në praktikë mbylli mundësinë e komunikimit duke lejuar vetëm 3 pyetje, 2 prej të cilave i shërbyen retorikës politike të kryeministrit. Për çfarë lidhje ka me prokurimin publike kjo, apo me që jemi këtu? Është çështje që ka interes. Jo, faleminderit shumë, këtu jemi për prokurimin publike. Ky kufizim e zhvendosi dinamikën e takimit nga një konferencë për shtyp në një deklaratë të njëanshme të kreut të qeverisë, edhe pse tematika kryesore për të cilën u thirr konferenca lidhej me çështje të ndjeshme për interesin publik siç janë prokurimet publike, në një kohë kur hetimet që prekin zyrtar dhe antar të qeverisë lidhen pikërisht me pabarazinë në tender ose manipulimet të tyre, nuk u krijua hapësirë mjaftueshme për adresimin e këtyre çështjeve në mënyrë të plotë. Pyetja e fundit. Përzgjedhja selektive e mediave që patën mundësi të drejtojnë pyetje dhe devijimi i tyre nga tema kryesore e prokurimeve publike e ktheu konferencën në një monolog të kreut të qeverisë dhe retorik me akuza për kundërshtarët politik, pas një lidhje me transparencën, të drejtën e informimit dhe interesin publik.